Deri në pasditën e sotme në Gostivar janë evidentuar 109 kontakte të reja të para të infektuar nga uji kontaminuar. Gjatë 4 ditëve të fundit numri I tyre ka lëvizur nga 80 deri në 125 në ditë, ndërsa numri I përgjithshëm 4303. Ministri I Shëndetësisë Sasho Klekovski tha se nuk mund të thuhet se sa prej tyre janë pjesë e gjendjes së zakonshme dhe sa janë të lidhura me епидемијën. Акутната фаза на епидемијата е во смирување. Во консултација со Комисијата за заразни болести решивме да одредиме засилен здравствен надзор за постакутната фаза. Ai u bëri thirrje mjekëve amë dhe institucioneve shëndetësore në Gostivar që të fokusohen në sfidat e ardhshme, veçanërisht në monitorimin e hepatitit A dhe E, por edhe sëmundjeve të tjera infektive që mund të shfaqen pas epidemisë. Центар за јавно здравје, до здравствените установи, до матичните лекари, ќе бидат дадени насоки за комуникација со населението. Клучно е да има рано препознавање за да можеме да реагираме соодветно, здравствените установи се веќе подготвени во смисло на капацитет за тестирање на третман. Sa I përket përdorimit të ujit, Klekovski përsëriti se mund të përdoret për higjinë personale, por jo për pirje apo larjen e ushqimit.